Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, në këtë fund të muajit të Ramazanit, disa fjalë rreth vlerës së 10 ditëshit të fundit të muajit Ramazan. Të gjithë e dimi se Zoti i Madhëruar, me krijimin e krijesave, dalloi në vlerë disa krijesa prej krijesave të tjera, por edhe kohën ashtu e ndau dhe e veçoi prej disa kohrave të tjera. Dhe ditët e Dhul-Hijjes janë prej ditëve të cilat i veçoi i Madhi Allah rreth këtyre gjërave duke pas parasysh se ndërlidhen me haxhin. Ndërsa edhe ditëve të tjera dalloi disa prej ditëve të tjera, siç është dita e Xhumë, por edhe muajt i dalloi prej muajve të tjerë. Dhe një prej tyre është edhe vetë muaji i Ramazanit, që Zoti i Madhëruar e veçoi prej të gjithë muajve të tjerë. E në mesin e këtij muaji, 10 netët e fundit, i Madhi Allah i veçoi këto ditë prej edhe net prej të gjitha ditëve dhe netëve të tjera, duke patur parasysh se në këto 10 netët e fundit e kemi edhe natën e Kadrit, e cila është me vlerë më shumë se sa 1000 muaj. Dhe 1000 muaj, diku në llogarinë tonë, bojnë apo llogariten mbi 83 vite e më tepër. Në mesin e këtyre 10 netëve të fundit të muajit të Ramazanit, na e dimi se edhe ka fillu edhe shpallja e vetë Muhamedit a.s. si i dërguar i Zotit, por edhe vetë fillimi i shpalljes dhe fillimi i zbritjes së Kur'anit si udhërrëfyes për mbar njerëzinë. Pejgamberi a.s. në këto 10 netët e fundit e shtonte adhurimin e tij, dhe është thënia që transmetohet nga Aishja, ku thonte se Muhamedi a.s. në 10 netët e fundit të Ramazanit e shtrëngonte rripin e tij dhe e merrte shumë ma seriozisht edhe jetën e tij, edhe në ibadet, në adhurim, por edhe u veçante me krymjen e ibadeteve dhe detyrave dhe obligimeve të tij në jetën e vetë pejgamberit a.s. Se pejgamberi a.s. në këto 10 netët e fundit, pra nuk flinte fare, duke i kushtuar veprimeve, adhurimeve, ibadeteve, me të vetmin qëllim lutjeve, duke patur parasysh se vetë si muaj i shenjtë, si muaj i Ramazanit, që është muaj i durimit, atëherë i barazis, i sakrificës, i humanizmit, atëherë të gjitha këto i përmbledhte duke u mundu me qenë më aktiv se çdo kohë, çdo net të tjera. Pra ata dhe nga vetë besimtarët, nga vetë tradita dhe duke e ditur se nata e Kadrit e ka vlerën shumë më të madhe se sa netët të tjera, atëherë e kemi edhe vetë aspektin e humanizmit, nxjerrjen e sadakatul fitrit, ku në këtë natë, apo para përmbylljes së vetë muajit të Ramazanit, atëherë ka nxjerrë sadakatul fitrin, që është ofrim, pastrim për agjerimin, por është edhe ofrim të Zoti, por është edhe humanizëm dhe ndihmë nevojtarëve. E lutim të Madhin Zot që këto net t'i kalojmë sa më tepër në ibadet, në vepra të mira, në punë të hajrit, me të vetmin qëllim që të ofrohemi sa më tepër te Zoti i Madhëruar dhe shpresojmë në shpërblimet e shumë fishta për hir të këtyre netëve dhe për hir të këtij muaji. Zoti na e boft
që ne të jetojmë dhe të përmbyllëm këtë muaj në mënyrën më të mirë dhe të presim edhe festen e Bajramit, duke shpresu në shpërblimet e shumta dhe të gëzohemi krymjes së këtij adhurimi që është me vlerë ma shumë se sa çdo adhurim tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.